këtë edicion do të ndiqni. Qytetarët duan kompromise politike për zgjidhjen e çështjes së presidentit. Edhe këtë javë një varg filmash të zgjedhur në kinema Hyrje Hana. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizioni Syri. Kujdesi ndaj hapësirave publike nga dita në ditë po bëhet gjithnjë e më i mangët. Këto fillim pranvere, kamera e televizionit Syri ka regjistruar pamje të mbeturinave të gjuajtura në një nga zonat e pjesës së Qabratit. Ndjekim kronikën për të kuptuar se ku ndodhen këto mbeturina. Mungesa kujdesit ndaj hapësirave publike në Gjakov po vazhdon të mbetet një sfidë theksuar për komunitetin lokal. Pavarësisht thirrjeve për ndërgjegjësim, gjendja në terren mbetet shqetësuese. Këtë fillim pranvere, kamera televizionit Syri ka regjistruar pamje të mbeturinave të hedhura në mënyrë të pakontrolluar në zonën e Qabratit. Në këtë hapësirë janë vërejtur dy shek të vjetër, mbetje shtëpiake dhe grumbuj mbetjesh të djegura, që prishin dukshëm imazhin në zonës e dëmtojnë rënd ambientin. Kjo nuk është hera e parë që Medium Ynë raporton për këtë problematik, e cila vazhdon të jetë prezente edhe në zona të tjera të qytetit dhe rrethinës. Qytetarët kërkojnë reagim më të madh nga institucionet përgjegjëse, në mënyrë që të parandalohet ndotja dhe të ruhet ambienti për qytetarët. Kur vetëm edhe pak ditë kanë mbetur deri në përfundim të limiteve kohore, kur Kosova duhet të bëhet me president apo presidente, në të kundërtën vendi do të shkojë në zgjedhje, ende nuk ka diçka konkrete as nga qeveria e as nga opozita. Disa qytetarë kanë pohuar se pozita e opozita duhet të gjejnë kompromise dhe të mos të lejojnë vendin të shkojë në zgjedhje, por ka edhe të tjerë që nuk besojnë që Kosova do ta ketë presidentin brenda limiteve kohore të përcaktuara nga kushtetuesja. Kanë mbetur më pak se 2 javë deri në afatin e përcaktuar për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Nëse brenda këtij afati nuk arrihet një marrëveshje politike, vendi mund të shkojë në zgjedhje të reja, të cilat sipas procedurave duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Kjo situatë ka nxallur reagime të ndryshme në mesin e qytetarëve. Ekipi i televizionit Syri ka siguruar disa nga opinionet e qytetarëve se çfarë vlerësojnë ata, a do të kemi president të ri apo jo. Nuk ka nevoja me bon zgjedhje heq, e mara këta në razi, se toni në shqiptar, e me zgjedh presidentin, e me zgjedh që tonë që është i duar, edhe e dënë populli, edhe punon për popull, e jo me punu me inate. Me inate personale. E me inate personale nuk bëhet shteti. Duhet me hek inatet personale e me punu për shtet. Edhe me zgjedh ato që e dën populli, edhe si ka punu për popull, edhe punon për popull. Pavarësisht se vendi nuk është në hapat e duhur, në rast se do të ketë zgjedhje, unë do të dalë të votoj, tha një qytetar. Ma katastrofë nuk ka. Nëse mund me zgjedh një president, s'di shumë më thonë. Inshallah bëhet mirë. Nga që du të ketë zgjedhje, si du t'i Zgjedhje, zgjedhje, po duhet me dalë me votu, s'kem shabojnë. Mirë po kishte edhe të tjerë të cilët pohojnë se nuk e përcjellin politikën shumë, por vlerësojnë se situata nuk është e mirë aktualisht. Nuk i përcjelli fort, valla me tonë drejt, për situata nuk është në rregull fort, kjo shka po ndodh nuk është në rregull, mirë po shka duhet me bëj problem këtu me tregu diçka. Qytetarët shprehen të ndarë në çndrimet e tyre. Shumica theksojnë nevojën për stabilitet dhe vendimarrje më të shpejtë nga institucionet dhe mbetet të shihet nëse subjektet politike do të arrijnë një marrëveshje brenda afatit të përcaktuar nga kushtetuesja, apo vendi do t'i drejtohet edhe një herë kutive të votimit. Që nga koha kur kishte filluar të shtrohej bari në stadionin e qytetit, kishin filluar ankesat për cilësinë e tij. E sot në sy bie gjithë fusha e blerë që është në gjendje jo të mirë dhe e pa mirëmbajtur si duhet, që për tifozërinë po vlerësohet neglizhente. Punimet në stadiumin e qytetit të Gjakovës po vazhdojnë me ritëm të ngadalt,
Në ambientet e brendshme është duke u punuar, por në sy bie fusha e blert që është në gjendje jo të mirë dhe e pamirëmbajtur. Sot, pasi që vizituam ambientet dhe fushën, në stadium kishte filluar ujitja dhe prerja e barit. Nga zyrtarët komunal, na u tha që punimet janë duke vazhduar dhe se kjo gjendje e fushës nuk është përfundimtare. Stadiumi i qytetit të Gjakovës ka filluar ndërtimin me marrëveshjen mes Komunës së Gjakovës dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit në maj të vitit 2020. Dita botërore e hemofilisë është një kremtim shënim që mbahet më 17 prill nga Federata Botërore e Hemofilisë. Kjo është një ditë ndërgjegjësimi për hemofilin dhe çrregullime të tjera të gjakut, ditë kjo që gjithashtu shërben për të mbledhur fonde dhe për të tërhequr vullnetar. Më 17 prill në mbar botën shënohet Dita Botërore e Hemofilisë. Datë kjo që i kushtohet rritjes së ndërgjegjësimit publik për këtë çrregullim të rrallë gjenetik dhe për sfidat e vazhdueshme me të cilat përballen pacientët e diagnostikuar me këtë sëmundje. Hemofilia është një sëmundje e trashëguar që ndikon në mekanizmin e mpiksjes së gjakut, duke shkaktuar episode të shpeshta të gjakderdhjes, të cilat në mungesë të trajtimit adekuat mund të çojnë në komplikacione serioze shëndetësore. Format më të rënda të sëmundjes shoqërohen me hemorragji të brendshme, kryesisht në nyje dhe muskuj, duke rritur rrezikun për dëmtime të përhershme. Sipas profesionistëve shëndetësor, thuhet se diagnostikimi në faza të hershme dhe ndjekja e protokolleve të duhura të trajtimit janë faktorë kyç në menaxhimin e hemofilisë. Në kuadër të kësaj dite, organizata ndërkombëtare dhe institucione shëndetësore zhvillojnë aktivitete informuese dhe ndërgjegjësuese, duke synuar sensibilizimin e opinionit publik dhe forcimin e mbështetjes institucionale për këtë kategori pacientësh. Tema e këtij viti nga Federata Botërore e Hemofilisë vë theksin tek barazia në çastin ndaj kujdesit shëndetësor, duke rikujtuar se trajtimi cilësor duhet të jetë i garantuar për çdo pacient pa dallim. Kino Hyrjehana po vazhdon të jetë në dispozicion të kërkesave të shumta të filmdashësve. Edhe këtë javë ka zgjedhur disa filma për të rritur e fëmijë, madje për grupmoshën e këtyre të fundit ka edhe surpriza. Kino Hyrjehana po vazhdon të jetë në dispozicion të kërkesave të shumta të filmdashësve, duke sjellë pranë adhuruesve premiera e filma të shumtë për të gjitha moshat. E premta do të ketë 2 premiera, duke filluar në ora 18 me filmin The Magic Faraway 3 dhe duke përmbyllur ditën po me premier, ku në ora 20 shfaqet filmi Beast. Ndërka sa i përket ditës së shtunë, do të ketë larmishmëri të filmave, duke filluar nga ora 13 ku shfaqet filmi The Super Mario Galaxy Movie, për të vazhduar në orën 16 me filmin The Magic Faraway 3, ku me anë të këtyre 2 filmave për fëmijë, nëse bleni një popcorn S, fitoni një pije falas. Ndërka dita vazhdon edhe me 2 filma tjerë, Beast në ora 18 dhe Policë për jetë ora 20. Ndërsa sa i përket të dielës, në ora 13 shfaqet filmi Hoppers, ora 16 The Super Mario Galaxy Movie dhe ora 18 The Magic Faraway 3, dhe për këta 3 filma vlen oferta e vikendit të fëmijëve, ndërsa dita përmbyllet me shfaqjen e filmit Beast në ora 20. Projekti i fushave të tenisit në Gjakov ka vitet që ka nisur, por asnjëherë nuk u finalizua plotësisht që të jetë në funksion të teniserëve të rinj, të cilët në mungesë të fushave adekuate kanë improvizuar hapësira tjera për ushtrime. Ekipi ynë sot ka qëndruar në këtë hapësirë për të kuptuar se sa janë të mirëmbajtura ato dhe apo shfrytëzohen për çfarë janë destinuar. Fushat e tenisit në parkun e Shkugzës, që prej kur është vëngur themelit të hënën e 28 gushtit të vitit 2017 e deri në prill të vitit 2026, ende nuk janë të gatshme për të zhvilluar një lojë tenisi. Ulset janë të vendosura për shikuesit, por shikues nuk ka, për shkak që fushat nuk kanë kushte për të mundësuar një lojë që shikuesit të shohin talentet e rinj duke u zhvilluar. Edhe pse Gjakova ka klube dhe teniserë të talentuar, atyre nuk u janë plotësuar ende kushtet minimale për një fushë me standarde normale, dhe si pasojë, ata detyrohen që eventet e tyre si një koqir të zhvillojnë në qytete të tjera. Klubi Gjakovari Basketbollit është sankcionuar nga Tribunali i Arbitrazhit në basketbol. Kjo do thotë që vllaznimi aktualisht e ka të pamundur të transferojë lojtar. Burimet brenda klubit Gjakovar kanë konfirmuar për mediumin ton që problemi ka të bëjë rreth mosmarrveshjeve.
Klubi Gjakovari i basketbollit është sankcionuar nga Tribunali i Arbitrazhit në basketboll. Kjo do të thotë që vllaznimi aktualisht e ka të pamundur të transferojë lojtar. Burime brenda klubit Gjakovar kanë konfirmuar për mediumin ton që problemi ka të bëjë rreth mosmarrëveshjeve me trajnerin Branimir Pavić. Njoftimi është publikuar në faqen zyrtare të FIBA-s me 13 prill, kurse nga klubi është konfirmuar që do të adresojnë ankesë zyrtare për këtë rast. Trajneri kroat u rikthye në Gjakov të vllaznimi, i cili u shkarkua pas 6 xhirove të zhvilluara në basketbollin kosovar gjatë sezonit 2024-2025. Pas superfitores në shtëpi, ndaj Dinamos me rezultat 2-1, klubi i futbollit vllaznimi do të përballet me Rilindjen e Pejës. Tifogrupi Gjakovar, kushizin e Jakovës, ka bërë thirrje për ta përkrahur klubin në ndeshjen e së dielës, që do të nisë në orën 15 në stadiumin Shahin Haxhi Islami. Rilindja, në anën tjetër, kthehet në shtëpi pas fitores në javën e kaluar ndaj dy Korrikut me rezultat 0-1. Gjakovarët në 28 ndeshje kanë grumbulluar 57 pikë me 17 fitore, 6 barazime dhe 5 humbje, duke e zënë pozitën e 4 të tabel. Skuadra vendase, emocione pafund në tribun. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Qytetarët duan kompromise politike për zgjidhjen e çështjes së presidentit. Edhe këtë javë një varg filmash të zgjedhur në kinema Hyrje Hana. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve, ndërkohë vazhdoni të na ndjesni në kanalin e televizionit Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.